ndeshja vendimtare dhe ja ku vjen shenja për fillimin e këtij takimi përcaktues me aksionin e parë për Ligën e Konferencës. Pra nesër bëhet ditur se kush me kë pastaj do të ballafaqohen në kuadrin fazës së ligës. Më seriozisht portën e dritës u gjeti pa mbuluar Berlanga aty. Pablo Molina goditje nga distanca jashtë. Gjuajtje pikërisht në barikad nga David Lop. Bete në ul topin. Armana i tani në një pozicion të bukur. Çfarë rasti? Arrin ta fitoj ndeshjen, atëherë do të kualifikohet në fazën e Ligës të Europa Ligës. Goditje nga distanca këtu. Dhe pritje e portierit. Shuaib, situatë e rrezikshme. Është blokuar goditja e tij. Molina. Goditje lojtari që pak më parë inkuadruan në lojë. Kamara në atë që mund të ishte prekja e e parë. E kthen topin te Jashari. Disa lojtarë të dritës brenda zonës së rreptësisë. Jashari dhe më tutje pritet krosimin në zonën shtyllën e dytë atje por sirat këtu Pochettino. Është i mbyllur Otegui. Kamara. Goditje nga distanca. Fati mirë që topi shasit. Bytyqi për Ballti. Topin në zonë, situatë e rrezikshme. Goditje dhe për mrekulli ka pritur Maloku atje. Kamara gjuan mbi port. Shpëton drita dhe kësaj radhe. Fal intervenimit të Malokut. Kosovës. Roca kroson nga këndi. Situatë e rrezikshme aty. Tani ajo e pa imagjinueshmja në minutat e fundit të këtij takimi. Shuaib, goditje. Jashtë edhe kjo gjuajtje. Mjaft raste Krianos. Pozicioni rregullt. Iqbal Jashari me mundësinë më të mirë. Çfarë rasti humbur Iqbal Jasharit? Nuk ishte pozicioni pa rregull. Otegui. Goditje nga distanca e Otegit jashtë. Kristala baza topin fantastik të Iqbal Jasharit. Por goditja me të majtën e Abazajt nuk përfundon. Kamara. Nuk do të lejuar hapësira. Goditje nga distanca. Shtylla. Çfarë fati për dritën tani. Fat shumë i madh për dritën. Goditje fort nga distanca. Ta do të jetë vërtet kështu. Të shohim. Diaby. Kamara nuk do të lejohet të gjuajë nga distanca përsëri. Amin Diaby përballë Faton Malokut. Diaby gjuan. I sigurt. Besnik Krasniqi shumë i sigurt që lejohet. Kamara. Shëllisti kongolez. Bëhet gati Ovuka edhe ky jashtë zakonisht i sigurt në rezervistëve. Borja Arellano ka pritur Maloku për mrekulli. Sani që skuadrën nga Gjilani ta çojnë përsi Abazaj. Pochettino. Të shohim Jashari jashtë. Gjuan Iqbal Jashari. Të shohim. Shuaib, Inter Deskaldes kualifikohet, merr fund këtu ëndra e dritës për të kualifikuar në fazë të ligës së konferencës.